me gratë e paranoiës ne mbushim më shumë një sallë si kjo se sa ata tjerët me të tërë kashtën e koqen e tyre. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si kaluat? Çfarë po shikoni? Takimin e Ramës në Vlorë. Gënjeshtrat e radhës thoj. Po ai tashmë prej vitesh vetëm gënjeshtra thot. Po të shikosh dje në një shkelje flagrante të ligjit ka detyruar prindër, arsimtar, nxënës të shkollave 9 vjeçare për të qenë në takime elektoral. Shkelje e hapur e ligjit. Dëgjova që kishte zhvilluar dhe një takim me pedagog dhe me student. Është e vërtet? Po e vërtet, kishte zhvilluar dhe një takim me pedagog dhe student të universitetit. Po për fat keq nuk tha asnjë fjalë sepse janë larguar më shumë se sa 9000 studentë nga Universiteti i Vlorës. Dhe sikur kjo të mos mjaftonte, në rreshtat e parë të këtij takimi qëndronin pedagog të cilët ju kërkojnë rishfere për provime studentëve dhe që i kishin detyruar edhe kësaj here të shkonin me detyrim në takimin e Ramës. Kishte organizuar dhe një takim për portet e aeroportit. Po e vërtet ishte, por harroj të thoshte që porti i Vlorës mbi 60.000 metra katror ka dhënë 2 klientëve të tij për të zhvilluar pulla dhe porti i Vlorës tashmë nuk ekziston më. Pa folur për aeroportin që zëvendësja e tij kishte deklaruar se në mars të këtij viti do të fillonin fluturimet dhe po ta shikoni edhe nga pamjet të cilat transmetohen, është shumë larg dita që do të jetë oficial. Tird, nuk e ke iden çfarë ka thënë në takimin me vajzat e gratë. Edhe pa e parë jam i bindur që ka përdorur një fjalor banal dhe të ulët. Besoj që shinjestra kësaj here kanë qenë djemtë e burrat e qytetit të Vlorës, siç ka bërë në të gjitha qytetet ku ka shëtitur deri tani. Por jam i bindur se të gjithë së bashku, djemtë, burrat, vajzat e gratë e këtij qyteti do të japin përgjigjen e merituar me votë këtij klouni politik në 11 maj. Por ne le të lëmë të gjitha këto se sa ai bën, ai e ka ndërtuar tashmë fundin e tij politik. Ne duhet të vazhdojmë të përçojmë zërin tek qytetarët, programin dhe zgjidhjet që ai jep për qytetarët blonjat.